Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Këtë pamflet I keni disa prej projekteve të cilat brenda një viti I realizon fondacionin non. Qofshin ato projekte humanitare, projekte të davetit, projekte mediatike, projekte të shtypit të librit dhe shpërndarjes të tij, projekte rinore nëpërmes iniciativës Vepro, projekte me fëmijë, projekte me student e projekte të ndryshme për të lënë gjurmët e tona gjatë jetës sonë në këto vend në vetdijen individuale dhe të kolektive të popullit tonë dhe vendit tonë. Kjo është do thot vetëm pjesa sipërfaqësore e asaj që bëhet dhe s'ka dyshim se brenda saj ka më shumë mund, angazhim, djersë, lodhje, raskapitje, harxhim, financa, buxhet e më e madhe se këto shpërblime. Gjithë besimtarëve në këtë fillim të Ramazanit ju urojmë që të kalojnë një Ramazan të këndshëm, të jetë Ramazani më I dalluar në jetën e tyre. Allahu pranoft adhurimet dhe lutjet e tyre. Normalisht kjo është karvan I cili vazhdon të shërben fen, popullin dhe vendin dhe na kërkojmë bashkëpunëtor ndihmës për krahas të këtyre projekteve, projekte në cilat vlen të jepen sadakat dhe zakatet tona. Pra, na u bashkangjitin këtë karavan të shumë fishojnë shpërblimin ton, të angazhimeve tona në këtë Ramazan. Allah ju dha shëndet e bereqet, Allahu ua bekoft juve pasurin, ua bekoft juve familjen, ua pranoft adhurimet dhe lutjet dhe qofshi të bekuar e të mëshiruar në dunjë e në ahiret inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.